Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirësevgjeja, ku jemi sërish bashkë në këtë emision të Vitrina e Librit. Sot për t'ju prezantuar kam përzgjedhur një libër me titull Tregime motivuese, i shkruar nga autori Osman Osmani. Redaktori i librit është Elezi Ismaili, ndërsa botuesi Bashkim Avdiu. Ky është botimi i dytë më i zgjeruar i këtij libri dhe është botuar në shtëpinë botuese Sira në qytetin e Prishtinës. Ky libër është i mbushur me tregime që përçojnë tinguj të cilët e motivojnë njeriu të lëvizë drejt përmirësimit të botës shpirtërore, kur dihet se motivimi është gjenerimi i energjisë për të arritur qëllimet dhe objektivat, energji kjo që të çon në suksesin përfundimtar drejt arritjeve në jetë. Energji të tilla i japin një shtytje njeriu për kryerjen e veprave të mëdha dhe adaptimin e vlerave morale, të cilat janë shkallë bazë në arritjen e misionit të tij në jetë. Autori ka dashur që ky libër të lexohet e të dëgjohet me durim, këmbgulje e vendosmëri, që asnjë të mos lejojë që erat e stuhishme të jetës të arrijnë ta prekin zemrën dhe ta ndryshojnë. Autori gjithashtu është shprehur se ky libër është një dedikim kushtuar prindërve, të cilët kanë qenë mbështetja e tij më e madhe, si dhe udhëzuesit e këshilluesit drejt rrugës së drejtë. Libri është i ndarë në shumë tregime, kryesisht të shkurtër, ku secili në vetvete mbart një histori prekse e të bukur dhe me një mesazh goditës. Në vijim do t'ju lexoj një pjesë të një nga tregimeve, ndërkohë ju ftoj ta shtoni në bibliotekën tuaj këtë libër duke porositur në faqen tonë islamshop.ch. I gjithë ekipi vrapuan dhe me kujdes të shtuar arritën t'i largonin grumbujt e rrënojave rreth gruas së vdekur. Nën trupin e së ëmës ndodhej një fëmijë i vogël, 3 muajsh, i cili ishte i mbështjellë në një batanie. Shihej qartë se gruaja kishte bërë sakrificën e fundit për të shpëtuar birin e saj. Derisa shtëpia po rrënohej, ajo e përdori trupin e saj si mbulesë për të mbrojtur të birin. Djaloshi i vogël ishte ende duke fjetur qetësisht, kur udhëheqësi i ekipit e nxori nga aty. Menjëherë u afrua mjeku që ta kontrollonte. Pasi e humbi batanien, gjeti një celular brenda. Pikërisht në sfond të celularit ndodhej një mesazh. Aty thuhej, nëse arrin të mbjetosh, dije se të dua. Pastaj celulari po kalonte nga një dorë tek tjetra. Çdo njeri që e lexonte qante. Nëse arrin të mbjetosh, dije se të dua. Kështu dashuria e nënës për fëmijën e saj skrahasohet me asgjë në botë. Nuk njeh ligj e s'njeh asnjë kufi. Ajo i sfidon të gjitha gjërat e pamëshirshme dhe qëndron krye lart e ballhapur. Po t'i kërkonte të zgjedhte mes dashurisë ndaj fëmijës dhe frymëmarrjes së fundit, do e zgjedhte këtë të fundit, fëmijës të dua për t'i thënë. Kështu të nderuar teleshikues, kemi mbërritur dhe në fund të këtij emisioni për ditën e sotme. Unë do t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do takohemi në emisionet e radhës. Libri Tregime motivuese i autorit Osman Osmani mund ta bëni tuaj në faqen tonë islamshop.ch ose në numrin +41 79 46 95 036.